në Shqipërinë tonë nuk është çudi të dëgjosh lajme të tilla, të dëgjosh humtesa të tilla. Kjo është me tërmend të tmerrshme. Po megjithatë, çfarë po ndodh? Ndodhin plot gjëra të cilat kanë qenë edhe janë në dorën e drejtësisë shqiptare, e cila në këtë rast për shembull përmbys një nga ngjarjet më të rënda që mund të ketë ndodhur jo në pikpamje diplomatike me Greqinë, po në pikpamje të integritetit toksor të Republikës së Shqipërisë. Pra, sipas Justit Bashaj, firmtarët, qoftë ushtarak apo dhe ish-zyrtarët e ministrisë, janë fajtor për këtë marrëveshje. Po janë totalisht fajtor. Janë totalisht fajtor. Përse? Sepse pa luftë, pa formacione luftarake të drejtë për të drejti, shteti fqin në tavolinë diplomatike të rrokë një pjesë të detit shqiptar, të detit ilirik e merë për vete. Pra pa luftë. Kjo është shumë e rëndë. Pra është një tradhti kombëtare. Ajo është një hapësirë e tëra e cila ka hidrokarbure, gaz edhe naftë